Imagine a ribbon of life, stretching from one emerald sanctuary to another, a path where bear, lynx and roe deer roam beyond individual park boundaries, and where the heartbeat of the forest resonates from Pogradec's shoreline to the rugged bosom of Mount Tomo. This is the ecological corridor of Albania, a living highway that knits together 5 treasures of nature, ensuring wildlife can wander without hindrance and ecosystems can flourish in ever-widening arcs of biodiversity. Despite many stretches of this corridor lying outside formal protected areas, its ecological value is undeniable, especially to species that refuse to be hemmed in by human-made borders. With financial backing from Prespa Ohrid Nature Trust, PONT, our steadfast partner, and under the guidance of CNVP, local NGOs and municipal bodies, we've woven partnerships that transcend country lines and budget cycles. We're talking deer on one side, golden eagles on the other, and everything in between. Think of it as nature's version of widening the road, except we're adding lanes for wolves instead of cars. But hey, sometimes a little humour helps when you're asking the world's biggest mammals to mix with the smallest butterflies. By stitching together highland meadows, riparian woodlands, and limestone outcrops, the corridor ensures that wildlife moves freely, genetic bottlenecks dwindle when animals find new territories and mates without needing passports. Ecosystems stay balanced, predators follow prey, pollinators chase blooms, relationships that cascade from one park to the next. Communities thrive sustainably. Ecotourism, shepherding practices that honour migration routes, and citizen science projects, think camera traps and GPS collars, all blossom along the corridor. Now let's hear from our sub-grantees as they share their inspiring experiences on the ground. Mirë se keni ardhur. Sot është një ditë e veçantë për ne, pasi na jepet mundësia të prezantojmë atë çka po bëjmë me projektin që financohet nga CNVP, ku ka për bazë pikat e nxehta në Mirdit, të cilat janë pjesë e korridorit ekologjik Cukal, Munel, Balgjaj dhe poshtë. Unë përfaqësoj sot shoqatën Bordi Rajonal Ambientalist Shqiptar, e cila operon prej vitesh në zonën e Mirditës dhe ka në fokus mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillimin e qëndrueshëm në zonë. Projekti ynë ka në fokus realizimin e transekteve me aktorë të ndryshëm nga fushat të ndryshme, të cilët japin një pasqyrë të detajuar të zonës, duke filluar që nga problemet mjedisore, ekologjike dhe ato të zhvillimit të komunitetit. Transektet janë një nga aktivitetet kryesore, më pas është updatimi i hartës së korridorit ekologjik me prezencën e kafshëve të mëdha, të cilët janë të pranishme me shumicë në zonë. Gjithashtu, një nga aktivitetet kryesore është edhe sensibilizimi i komunitetit me rëndësinë e korridorit ekologjik. Të them të drejtën, komuniteti na ka pritur mirë dhe shpreson që duke angazhuar në mbrojtjen e mjedisit të ketë edhe përfitime ekonomike. Thënë ndryshe, ky projekt ndikon edhe në zhvillimin e qëndrueshëm, duke mbrojtur mjedisin dhe duke përfituar të ardhurar ekonomike, siç mund të ishte turizmi, ekoturizmi, një nga mundësitë e mëdha të kësaj zone për zhvillim. Unë jam Aziz Porja, me profesion inxhinier pyesh, prej 4-5 dekadash. Ne kemi ngritur një shoqat që nga viti 2018 dhe kjo shoqat merret me menaxhimin me pyjeve, kullotave, mjedisit, natyrës, dhe ka pas rezultatet e veta shumë të mira në drejtimin e menaxhimit të natyrës, të pyjeve. Shoqata jonë ka aplikuar me SNVP-n dhe sidomos tani jemi në zbatimin e një projekti për studimin
inventarizimin e bimëve mjekësore, prodhimeve të dyta pyjore. Janë llojet nga më të ndryshmet, janë llojet me vlera ekonomike. Kësaj radhe ne po na ndihmon CNVP-ja në këtë drejtim. Për këtë kemi dhe projektin tani që kemi në zbatim, sepse përveç trajtimit, studimit dhe evidentimit këtyre llojeve, ka dhe një përkrahje ekonomike, ka një rritje të mirë ekonomike të komunitetit. Dhe komuniteti duke pa levërdin dhe përkrahjen që po bëhet nga CNVP-ja, i ka vënë më shumë rëndësi këtij projekti. Dhe mendojmë që ky projekt do të japë rezultate, qoftë në evidentimin dhe taksimin e këtyre llojeve, qoftë në grumbullimin dhe shitjen e llojeve dhe trajtimin e këtyre në mënyrë që të qëndrueshme për të ardhmen. Ne duhet ta kthejmë vëmendjen ke mjedisi, ke pyjet, ke kullotat, ke këto prodhime të dyta pyjore, sepse është një komponent që ka vlera qoftë natyrore, qoftë turistike, qoftë edhe ekonomike. Dhe mendojmë që rezultatet do t'jenë shumë të mira, sepse e shohim që në fillim që interesimi i komunitetit, i bashkisë, i pushtetit lokal, edhe i shkollave, bile se ne kemi fillu dhe në për shkolla të bëjmë takime të tilla, për t'ju dhënë dhe rinis, për t'ju dhënë dhe atyre mundësinë që të njohin këto lloje mjekësore, të njohin këto lloje edhe për anën ekonomike, po edhe për vlerat turistike që kanë këto lloje. Ne jemi në mesin e pothuajse të punës së këtij projekti, jemi në taksimin, evidentimin dhe hartografimin e shpërndarjes këtyre llojeve dhe them që deri në fund ne do të bëjmë përveç një projekti shumë të bukur, do bëjmë ndoshta edhe disa rregullime ligjore, edhe një program të madh në bashkëpunim me bashkinë dhe me zonat e mbrojtura, një program serioz për trajtimin dhe menaxhimin e këtyre prodhimeve, e këtyre burimeve natyrore, që përveç vlerave turistike që i thash më para, kanë dhe vlera ekonomike dhe rezultatet them që do të jenë të kënaqshme, sepse sensibilizimi, përkushtimi dhe përkrahja dhe interesi ka qenë shumë i kënaqshëm, ka qenë shumë i lartë nga komuniteti i zonës edhe nga pushteti lokal. Përshëndetje, unë jam Ardmir Doda dhe profesor shoqatë në Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë, një organizatë lokale me qendër në Fusharrës, e cila ka në veprimtarinë e saj kryesore mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e pyjeve, mbrojtjen e biodiversitetit dhe ujrave në territorin e Bashkisë Fusharrës dhe Depukës. Prej disa kohë, shoqata Qendra Sociale në Ndihmë të Njerëzve në Nevojë po zbaton projektin rritja e ndërgjegjësimit të komunitetit për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit në korridorin ekologjik Fusharrës i Balle, Ekopath. Ne kemi marrë mbështetjen nga CVNP-ja për këtë projekt, i cili na ka mundësuar të forcojmë kapacitetet lokale dhe të angazhojmë komunitetin në ruajtjen e botës së egër në korridorin ekologjik Fusharrës i Balle, një ndër korridoret ekologjike më të pasura me florën e faunën e egër. Rritja e kapaciteteve të komunitetit dhe implementimi i masave mbrojtëse kanë qenë pika kryesore e angazhimit të komunitetit në ruajtjen e mjedisit, në ruajtjen e pyjeve dhe në identifikimin e kafshëve të egra në korridorin ekologjik Fusharrës i Balle. Ne mirëpresim bashkëpunimin të mëtejshme me CVNP-n dhe vazhdimin e mbështetjes me trajnime në fushën e ndërgjegjësimit për ruajtjen e natyrës dhe biodiversitetit. Unë ju bëj thirrje të gjithëve që të angazhoheni seriozisht në mbrojtjen e natyrës, zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore siç janë pyjet, ujërat dhe mjedisi, gjithashtu të trashëgojmë këtë pasuri për brezat e ardhshëm, ftoj gjithë komunitetin të angazhohet, të japin idetë të tyre se si ta përmirësojmë, si ta ruajmë mjedisin dhe botën e egër në Fusharrës dhe Pukë. Jam Xhavit Feta, lindur banusën në fshatin Zagrat. Mbi 20 vite që merrem me blegtori, me bujqësi. Këto vitet e fundit kanë filluar të merrem dhe me bletari. Si fillim e nesa me pak koshere, mbështetja nga CNPV-ja më dha shumë ndihmës. Unë me këtë projekt shtova 20 koshere, synoj që të shkoj mbi 70 koshere. Këto mbështetje janë shumë mira, por si për mua si për fermer tjerë, se është një nxitje për këto njerëz që janë në këto zona që të mos braktisen më. Se janë braktis masivisht, po këto njerëz që kanë ngelt ta shohin si të ardhmë atje. Unë jam Xhet Dodaj, administratori i shoqatës Krabi. Veprimtaria jonë është kryesisht në njësinë administrative të Qendrës, Bashkia Pukë. Shoqata jonë është krijuar
vitin 2001 me bazë komunitare, me qëllim që të ruaj, të mbroj, po dhe të menaxhoj, po një menaxhim të qëndrueshëm pyjeve kullotave dhe përgjithësi të burimeve natyrore. Duke pas parasysh se zona jonë është një zonë me pyje dhe kryesisht pish, rreziku i dëmtimeve të pyjeve nga zjarret ka qenë evident gjithmonë dhe me bërë thirrjen që bëri SNV-ja, mbrojtja e pyjeve nga zjarret ishte një brenda kritereve dhe ne zgjodhem pikërisht këtë mbrojtja e pyjeve dhe kullotave nga shkatrimet nga zjarri. Ne synojmë që të bëjmë ndërgjegjësimin e komunitetit, fermerëve, barivet dhe për të mbrojtur pyjet nga zjarri. Projekti synon që të krijojmë edhe një bashkëpunim më të mirë të strukturave lokale dhe gjithëve aktorëve të faktorëve të tjerë për mbrojtjen e pyjeve. Mendoj që është rrit ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojt pyjet, për t'ju shërbyer atyre, janë rrit kapacitetet për mbrojtjen e pyjeve dhe për menaxhimin e tyre. Ka një angazhim më të madh si rezultat i punës që është bërë nga projekti për mbrojt pyjet. Projekti vazhdon, është në proces, shoqata me mbështetjen e SNVP-s ka arrit bëj takime trajnuese me banorët e zonës, me barit, me nxënësit e shkollave, me komunitetin e mësuesve të asaj zone në mënyrë që të rrisim ndërgjegjësimin e tyre për mbrojtjen e pyjeve. SNVP na ka mbështetur edhe me bazë materiale informuese, siç janë tabelat informuese, pa flet palosit të tjera, ku nëpërmjet tyre ne kemi arrit që të çojmë tek komuniteti pse duhet të mbrojmë pyjet, si duhet të mbrojmë pyjet, përse na shërbejnë pyjet dhe bashkëpunimin e të gjithë faktorëve në mënyrë që të arrijmë që të mbrojmë pyjet nga zjarri, po edhe nga dëmtimet e tjera. Mendoj që projekte të tilla duhet mbështeten edhe nga komuniteti, edhe nga strukturat lokale, në mënyrë që të rritet ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e pyjeve, njëkohësisht edhe për bashkëpunim ndërinstitucional të strukturave lokale, bashkisë, shërbimit pyjor, njësive administrative, kryetarëve të fshatrat, po dhe kryesive të fshatra, në mënyrë që të arrit ajo detyrë, ajo objektiv për menaxhimin siç duhet të pyjeve dhe mbrojtjen e tyre. Unë përfaqësoj shoqatën e përdoruesve të burimeve natyrore Cipër, e cila ka si për qëllim për zhvillimin e turizmit dhe mirëmbajtjen e mjedisit. Aktualisht po zhvillojmë projektin për turizmin e bazuar në natyrë në malin e Balgjajt. Jemi në fazat e para të projektit, po bashkëpunojmë me Bashkinë Klos për identifikimin e vlerave të zonës dhe lidhjet e tyre me shtigjet ekoturistike. Mbështetja SNVP na ka mundësuar zhvillimin e rrjetit të shtigjeve e ecjeve, të cilat do të ofrojnë mundësi të reja turistike për vizitorët dhe do të angazhojmë komunitetin në ruajtjen e traditave dhe mjedisit. Kjo në komunitet ka ndikuar shumë pozitivisht, sepse njerëzit në fakt e kanë pritur këtë moment, domethënë që të kenë sa më shumë turist, sepse zona realisht përmban shumë vlera. Shumë interesuar në këtë mes është edhe bashkia, e cila do ketë digitalizimin e shtiqeve, e cila do të ketë shumë zhvillim ekonomik edhe për banorët e zonave. Salim Unqa, kryetari i shoqatës menaxhimit burimeve natyrore të Zipër. Projekti synon mbjellje fidanën në zonën e Ziprit, akacia, arra, pastrime, kullotash. Është projekti i Balgjajt, i cili janë një projekt madhor, një projekt që i takon edhe Bashkisë Lësi për ta shpallur park kombëtar, sepse janë një nga zonat më të bukura, më të preferuara të Bashkisë Lësit apo së krajinës së madhe. Synojmë të përmirësojmë që edhe komuniteti të përshtatet asaj zone. Përfitimet do të jenë shumë të mëdha nga vend. Përshëndetje, jam Dot Bepa, jam inxhinier pyjesh me profesion dhe jam pjesëtar i organizatës mjedisore përdoruse pyje dhe kullota qafë mali, organizatë e cila është krijuar 14 vite dhe operon në territorin e Bashkisë Fushërës. Ne si organizatë kemi marrë pjesë në një projekt i cili është mundësuar nga SNVP-ja, i cili ka të bëjë me ndërgjegjësimin
mbi mbrojtjen e biodiversitetit dhe korridoret ekologjike. Mbështetja e CNVP-s ka mundësuar realizimin e takimeve, trajnimeve me komunitetin dhe aktorët lokal, e cila ka qenë një mbështetje shumë e madhe për ne si organizatë. Kjo ka qenë shumë e rëndësishme pasi ka rritur ndërgjegjësimin e komunitetit dhe i ka dhënë rëndësi ruajtjes së këtyre korridorëve ekologjike të cilat ne kemi marrë në studim. CNVP-ja ne na ka dhënë një mbështetje shumë të madhe për sa i përket organizimit të këtyre takimeve, ku na është bërë mundur realizimi i trajnimeve, mundësimi i materialeve informuese dhe infrastruktura për zhvillimin e këtyre takimeve, e cila është një pikë shumë e rëndësishme për neve si organizatë. Normalisht, ky projekt na ka ndihmuar në forcimin e bashkëpunimit me aktorët lokal, ka kontribuar në përmirësimin e kushteve të mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit të këtyre zonave. Unë desha të jap edhe një mesazh shumë të rëndësishëm në lidhje me këtë projekt, i cili do t'i shërbejë të ardhmes. Në fakt, neve kur kemi qenë, unë kam rrugë thash inxhinier pyetje, kur kemi qenë fakultet, profesorët na thoshin që nëse do të mendosh për një vit, mbillni fare, nëse mendon për 10 vite, mbillni fidante, nëse mendon për 100 vite, eduko brezat. Ky projekt pikërisht këtë po bën. Po na jep mundësinë që ne të edukojmë dhe të informojmë komunitetin dhe të japim një kulturë për rëndësi që ka ky biodiversitet, kjo natyrë që Zoti na ka fal, dhe kontributi i këtij komuniteti në ruajtjen e kësaj është një çelës për të ardhmen e këtij vendi, për një të ardhmen më të qëndrueshme dhe më afër pyjeve dhe të natyrës, për cilën ne duhet kontribuojmë fort që të kemi një vazhdimsi në të ardhmen. Jam Mazdan Çeliku, kryetari i shoqatës i burimit natyrore Gjelbrimi. Tani po zbatojmë projektin me CNVP-n Albania, mbi krijimin e shtigjeve dhe identifikimin e biomjekësore, pyjet, shtigjet, të gjithë njësinë administrative Suç, Bashkia Klos, nga Kurdaria Guri Bardh, komplet ne po punojmë për të krijuar korridoret, lidhjet ndërmjet Balgjajt, Gurit të Bardh, edhe deri në Mazdej, fjalë. Falenderojmë CNVP-n për mbështetjen që na jep në fushën e pyjeve. Në projekt deri tani kemi bërë takime në përfshatra, edhe tani së shpejti do bëjmë takimin e madh të radhës bashkë me CNVP-n. Pas përfundimit të këtij projekti, ne do mendojmë këtu që këto pyje të zhvillohen më tej, të jenë më të qëndrueshëm, të shërbejnë komunitetit në çdo lloj drejtimi, që nga duhet e zjarrit, bimë mjekësore, për gjuetin, për agroturizëm. Ky projekt është një nxitje që e mban njerëzit të lidhur me natyrën, të jenë më të ndërgjegjshëm edhe për ta mbrojtur edhe për të shërbyer natyrës. Unë quhem Shaqiri Zvira me profesion inxhinier pyjesh, antar i shoqatës së pyjeve dhe kullata komunal Zerçan. Ne kemi përfituar një projekt me CNVP-n Rruga e Gjelbrit Zerçan për krijimin e korridoreve ekologjike dhe përmirësimin e biodiversitetit dhe angazhimin e komunitetit për mbrojtjen e natyrës. Mbështetja ka mundësuar krijimin e infrastrukturës e korridoreve ekologjike dhe ka përmirësuar kapacitetin tonë për menaxhimin e natyrës. Ky projekt përfshin ndërgjegjësimin e komunitetit dhe rëndësinë e ruajtjes së natyrës dhe përmirësimin e kushteve të pyjeve dhe kullotave. CNVP-ja ka ndikuar të ndërtojë rrugë kalimi dhe krijimin e korridoreve ekologjike si dhe mbështetjen e organizatave të aktiviteteve trajnuese dhe zhvillimin e materialeve edukative për komunitetin. Jam Enver Kadana, nga shoqata Gjelbrimi, fshati Rrape. Shoqata e jonë punon për rrugën dhe zhvillimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Në aktualisht ne po zbatojmë një projekt që është kryesisht për ekoturizmin edhe është për sensibilizimin e komunitetit. Falë CNVP Albania, na po punojmë dhe po vazhdojmë duke hartuar shtigje në korridorin ekologjik të Monellës dhe kështu vazhdojmë gjithashtu me sensibilizimin e komunitetit, me sensibilizimin e njerëzve, me sensibilizimin e shkollave, të rivet, edhe çka është më rëndësishmja, ne po vazhdojmë me krijimin e marrëdhënieve natyrë-komunitet. Kena bën takime me shoqatat, kena bën takime me bashkinë, por gjëja më e rëndësishme është që pothuajse krejt komuniteti është i përqendruar në qytet, edhe gjitha fshatrat kanë treguar interes për këtë projekt sepse ka disa përfitime nga këto burime. Janë lloj-lloj
bimsh medicinale, janë lloj bim mjekësore. Ne i ndërtojmë tamam marrëdhëniet komunitetin me natyrën, përfitime, do të ketë përfitime komuniteti edhe të do të jenë vazhdueshme. Ne sensibilizojmë komunitetin që të ruajnë këto ambiente, të zhvillojnë, të mbrojnë edhe të kujdeset sa më shumë, sepse kjo është një pasuri shumë e madhe që na ka dhënë natyra. Kjo kërkon vëmendje edhe përfitimet do të jenë shumë domethënëse. Ne falenderojmë jashtëmaset për mbështetjen që na ka dhënë, që ne të sensibilizojmë njerëzit, ne të energjizojmë njerëzit, ne të mbrojmë pyjet, të mbrojmë florën, faunën, sepse këto të gjitha janë qëti komuniteti. Today, the initiative's milestones shimmer like stars on a clear night. Community-led patrols have reclaimed 15 kilometers of unmonitored trails. Ranger stations at Stravaj and Tomor stand ready, and local schools, from the lakeside villages to mountain hamlets, celebrate Corridor Day with forest art and bird counts. Because, at its heart, the ecological corridor is more than a string of green. It is a promise that future generations will know the thrill of tracking a wolf's paw print, of hearing a bear's gruff call in the woods, and of marveling at the alpine gentian painting limestone walls blue.